Kur ka qenë ai momenti që ndoshta e ki mendu që sigur do t'jesh avokato juriste? Nuk ka pas në fakt moment të tillë, ka rrjedh shumë natyrshëm gjithçka. A ka rrjedh për shkak të energjisë në familje? Besoj që po. Unë faktikisht në fillimet e mia në gjimnaz kam pas shumë dëshirë me qenë psikologe. Mirë po pasaj duke e pa dhe motrën që ishte në fakultetin juridik disa gjenerata para meje, filloj me më pëlqyë dhe mu drejtësia, ndoshta edhe ndikimi i saj, edhe në moment të fundit vendosa me ndjek edhe në drejtësin, edhe pastaj duke u ndërtu rrugës për shkak punës, kam vendos thjesht natyrshëm me qenë avokate. A ke mendu ndonjë moment që ndoshta ma mirë ta kisha zgjedh psikologjinë? Jo, jom shumë e përmbushur në profesionin që ushtroj, edhe po besoj që në këtë profesion e japi edhe shfrytëzoj të gjithë potencialin tim që e posedoj edhe japi maksimumin. Kështu që me vetë faktin që ky profesion më përmbush jashtëzakonisht shumë, nuk është që kam pas momente të tilla që kam dyshu pse zgjedha këtë profesion, ndoshta do të isha më mirë psikologe, dhe pse ne avokat faktikisht e kemi edhe një farë roli patjetër edhe psikolog, kështu që na duhet përkundër faktit që ndërtojmë gjithmonë mbrojtjen për klientan, duhet edhe me i ndëgju për problemet që i kanë, e me duhet edhe me i këshillu. A bën ndonjëherë avokat për psikolog? Besoj që po, patjetër. Për shkak gjitha atyre ngarkesave, historive të ndryshme që ju duheni ndoshta edhe mu përballë me to. E vërtet, profesioni jonë përkundër faktit që është tepër fisnik, ka përgjegjësi të jashtëzakonshme, është i vështirë përballëve me situata të ndryshme, nuk është që kemi orar të punës, ndoshta shpesh herë thëm ose dhe përfundova orarin e punës shumë më shpejt, edhe mbrëmje e kam një telefonat të një urgjencë të një klientit edhe patjetër duhet me vazhdu punën pastaj. A ngarkosh ndonjëherë emocionalisht? Jo. Ki mësu, do me thonë, me gjithë kufinin. Kam ardhë në një momentum që mjaftu shumë mirë kam arrit me menaxhu stresin edhe ngarkesën e punës, edhe gjithmonë kur shkoj në shtëpi e bëj ndarjen edhe nuk dërgoj ngarkesat punës në shtëpi, po mundohem me shiju edhe me u relaksu pikërisht me momentet në familje. Kthehemi edhe njerë të kuaj studimeve. Çfarë studenti ki qenë? Në atë periudhë kur ndoshta ki dal pak, a ki qenë ajo vajza që ki qenë rrethuar vetëm me libra? Si ka qenë Blinera? Në fakt, kur kam filluar në studimet, kam filluar dhe punën njëkohësisht, me orar të plot, kështu që ka qenë mjaft ngarkesë për mu, si një vajzë e re, po kur je re ke energji të jashtëzakonshme dhe imrin të gjitha, kështu që krahas punës edhe studimeve, kam arrit natyrisht me shiju edhe jetën me shoqni, kështu që nuk mund të ankohem ose veç të distancohem të them që kam qenë vetëm vajzë e librave për faktin që edhe kam punu me orar të plot, kështu që ka qenë një jetë mos të me plot kuptimin e fjalës si studente, sepse kam punu në vazhdimsi, po e kam menaxhu mjaft mirë. A ke ndonjë moment në këto 16 vite karrierë që ti je krenare?